pse u hapën kamerat? Asnjë raportim në KQZ nuk ka pas në raport me ngjarjet që kanë ndodhur. Prizreni, jo patë Prizrenin për ata numrin plot. Sigurisht, të tjekon gjumë, me krejt antarë tjerë shoqërisë civile, me lu ekspertin, është e panershme me akuzu shoqërinë civile. Unë besoj që KQZ-ja e ka zonë këtë problem për rasisë edhe për informatave që i kam pas. Për shkak se po përmendën kamerat, nëse mundë me ditë pse u hapën kamerat, pse u hapën kamerat. Asnjë indicie, Ja, ka pas indicie. Asnjë indicie nuk ka pas asnjë raportim në KQZ, as subjekte politike, s'po flas për PTK. Nuk ka pas në raport me ngjarjet që kanë ndodhur. Kjo ka qenë informacion. Ajo në në shkurt kamerat. Po ajo në shkurt kamerat. Në raport me procesin e vëzhgimit, a kanë pas vëzhgues në qendra komunale të numrit. Dhe dini që s'ka pas aty. Sigurisht, numri i vëzhguesve ka qenë shumë i vogël. Në plot komuna s'ka pas hiç. Komuna nuk ka pas hiç në ato ditë kur është bën numrimin në qendrat komunale të numrimit. Çka kem bë, kem kërkuar 2% me vetë iniciativë të KQZ-s. Jo, 2% është rinumrimi, ideja është kamerat, pse janë hap, ku ka 200. Edhe kamerat që janë hap rastësore. Po mendoj që tash nuk e kam sakt, mos mendoj që janë hap në gjitha komunat ku i kemi çuar 2%, janë hap kamerat. Po veç ideja është, ai bën kjo që nëse në Prizren nuk kishin manipuluar 234 për 235, edhe në Mostër kishra që nuk është, jo se kishin kthyer Prizrenin. Jo pse na 2% në bënëm në gjitha komunat. Po 2 vend votimi janë kohë veç në Prizren. 2%. Po veç 2 vend votimi. Mirë, çka nëse kishin rrahur? A e bënëm na prap? A kem 100% pastaj për me shkollën? Jo, ideja është e patët Prizrenin. Jo patët Prizrenin për ata numrin plot. Sigurisht, po pse tash janë Prizreni po jo, ideja është absolutisht jo, po Prizreni ka 85% të keqpërdorimeve prej krejt totali që ka ndodhur në krejt Kosovë. Që i bjen nëse e hek, nuk është që për masat e manipulimit, për jashtë edhe Malishevën tash me këtë rinumrimin e fundit, janë të gabimeve ose të keqpërdorimeve industriale. Pra pa Prizrenin nuk ish mujt me u vret kjo. Edhe unë besoj që ju si parti politike se ndëgjëm janë relativizuar tash për shkak që po shihet ajo në Prizren numri i madh i manipulimit. Po janë relativizuar edhe komuna tjera. Tash ty do këtë pak, bëha ki 100 vota, 200 vota, nuk ka pak. Keni ka me drejt e ki kur e thu... I qasje që mundohet me marrë gjysëm informacione prej do kolegëve të mërejt tonë, të mërëndshëm aty qoftë edhe staf. Edhe prej ju. Prej me e spaku, me vite, një vete ma shumë ka që ti kur s'ke komuniku zërë. Prej juve si KQZ. Që letjet për publikun i kjo letjet. Prej juve si KQZ. Edhe ke dal, ke fol, pe zamë, edhe të pavërteta nga njëherë që s'është mirë. Në këtë rast, po e merë, dhe me thonë, një veprim që është marë, edhe është fut në ligjë, edhe është shëndru në praktik, që kënëja, po e trajton veç prej këndvështrimit, qysh ma let, dikush e pas ka pas me vjedh, po nuk po e konsideron qysh ma let, se cili qytetar, vëzhgus, ka mujt me pa procesin e numërimit në mënyrë transparente. Masanej, po fillon edhe po paragjykon jo se kjo ka mujt me u bodhe në vend votim për kokë konferencie. Fillim viti, përfundim viti dhe mund kesi jo. është rezultati, pse s'pethu që jo rezultati shumë i thellë dhe shumë i qartë për secilin, sa që është faktor, gjithashtu. Që ka pas kështë përderime? Jo, nuk... Qa ka lidhë rezultati? Qa ka lidhë rezultati? E kini tendencë gjdo herë me keq përdor edhe me keq informu. Albania kini di që s'ka me pas vëzhgus në tërkëmtar. A e din ti, so herë ke folë për procesin e vjedhjeve që unë e përmena në shkurt. So herë ke folë për votën me asistencë. Asnjëherë, jo, nuk keni folë. S'na ke përcjell, vërejë që s'na ke përcjell. Përcjelli sepse dalin politikatorë. O që është mirë, në problemet e thelbi. Jo me dhonë kështu, si me dhonë atë lajmin e masë, ti e konë gjumë, me krejt antarë tjerë shoqërisë civile, kur na kemi jetu këto. Dhe, jeta, 809 vëzhgus, i kemi akreditu. 822 nëse s'ka bëj, kanë qenë prej KDI-s. Keni mujt me shku, se ju tashmën me thonë, po i kanë partit, jo, në aspektin e përgjithësis, si ti si vëzhgus, si vëzhgus i subjektit politik, i ka një farmirë obligimin qytetar të themi të njëjtë me shku edhe me vëzhgu një proces. Se që shku me vëzhgu? Kusht kanal me vëzhgu? E para na kemi postë... E deris kanal, bo në pak edhe vetë kritik, që nuk i ki sensin e aktivizmit qytetar, me dalë edhe me vëzhgu me një mu një institucion, që bashkarisht
me dal edhe me parandalu një proces. Po tash, ideja që apotentuat me u bosh me thonë, se s'keni ardhë jo, këna këshyrë që po vjedhim, kjo nuk ka sens. Edhe një pyetje po ta bëj. Sa vëzhgues prej 322-ve keni pas ditën e zgjedhjeve në për teren? Edhe këto mujna me Ata ndëgjojmë përgjigjen pra pyetje me vend. Një element është do të me bëni digresion. Është e panershme me akuzu shoqërinë civile. Se s'ka shku, o me i bo përgjegjës. Pse s'kan shku me i monitoru zgjedhjet, në kohën kur ditën e zgjedhjeve janë akreditu monitorues dhe kanë qenë fizikisht në qendrat e votimit. Pra, ka pas një, po flasë edhe për të KDI-s, edhe për të krejt tjerëve. Kanë qenë në ditën e zgjedhjeve. Krishnik, me gjitha të pyetja është pse SHNR në fund mas numërimi s'ka pas boll. Tu harruni sen. Na kena pagu pare që këta komisionerët e partive, këta antarët e KKZ-ve, me e kry procesin që shduhet. Dhe po lypim llogari prej do aktivistëve të shoqërisë civile, të cilët nuk e marrin asnjë cent buxhet të shtetit. Çka pojenta e vëzhgimit? Pojenta e vëzhgimit është. Dasë për qytetarinë aktive, Edhe qytetarinë aktive, se pra, na e kemi bë, po jo atje kur duhet. Po na e kemi bë qytetarinë aktive. Hajde urnot çdo ditë, hajde çdo ditë jeni në QNR. Jo si të orë çdo ditë. Po s'm ke pobre po të Kemi parasysh, nuk mundna mi fajsu aktivistë të shoqërisë civile, të cilët ditën e zgjedhjeve me 28-in kanë dalë. Jo, as me kritiku. Ditën e zgjedhjeve, rregull është. Ditën e zgjedhjeve 600 aktivistë të shoqërisë civile kanë dalë pro bono, shumica kanë monitoruar zgjedhjet. Është fakt që kjo. Nuk e di. Plus janë zgjedhjet të jashtëzakonshme, nuk kanë mujtë të planifiku vëzhgimin, fondet që nevojitin, ushqimit që nevojitin. Shumica janë pro bono dhe e kanë bënë një punë të mirë. Tash, na që ka po lypëm llogari këtu, është ata që i kena pagu me najtë aty, me rujt votët, me e këqyrë kush po vjedh, që ata se kanë kry punën e vetë.